Për të folur më gjërësisht në pikë të temë, kam në një lidhje Kleviz Balliun, kandidat për deputet nga Partia Demokratike dhe sekretar organizativ i Selis Blu në Tiranë. Zoti Balliu, ju përshëndes. Përshëndetje. Zoti Balliu, çfarë ndikimi ka në zgjedhjet e së dielës fakti që tashmë zoti Berisha mund të udhtojë drejt SBA-s? Para hedh poshtë propagandën e Edi Ramës dhe të gjithë lumin e ekstremit të majt ndër vite. Kjo për hir të vërtetës nuk është një fitore për Partinë Demokratike, por është një fitore për të gjithë ne si kom, si popull, pasi mos harroni që i gjithë qëllimi për shpalljen non grata të Sali Berishës ishte për ekzekutimin e opozitës, çka rrjedhimisht sjell ekzekutimin e pluralizmit në Shqipëri. Pra, fakti që sot non grata ka rënë, fakti që sot kjo propagandë dhe ky sulm i shumtuar i ekstremit të majt Sorosis ka kapitulluar, fakton përfundimisht që në fakt ndryshimi nuk po vjen, po ndryshimi ka ardhur. E qartë. Vendim politik të Departamenti Amerikan i Shtetit sa i përket non gratës, por nuk është hequr non grata. Departamenti i Shtetit e ka sqaruar, mendoj unë, në formën më të qartë të mundshme që non gradat e administratës Biden në lidhje direkte me Sali Berishën ishte një non grat politike, me një vendim politik për interesa politike të një administrate totalisht politike të ekstremit majt dhe të interesave të George Sorosit. Pra non grata bie që me këtë fjali. Së dyti, për çfarë është non grata? Non grata nuk të lejon të shkosh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nëse shkon, nuk je non grata. Pra edhe kjo është një çështje tani më e ezauruar, nuk mendoj që ka më vend për interpretim, çështja është konkrete, është faktike dhe ta lexojmë për atë që është, që Shqipëria po rikthehet më së fundi drejt një vendi pluralist, drejt një vendi që mund të zhvillohet dhe të dalë një herë mirë nga narkoshteti ku e ka bataksur Edi Rama. Zoti Balliu, a keni informacion, do të kemi një deklaratë zyrtare nga Departamenti Amerikan i Shtetit sa i përket non gratës së zotit Sali Berisha? Mendoj që ditët në vijim do të jenë ditë domethënëse. Ajo çfarë besoj të gjithë ne sot mund të përqendrohemi dhe realisht të gjithë si popull mund të aksojmë, është që plani për shkërmoqjen e pluralizmit në Shqipëri nëpërmjet ekzekutimit të opozitës, dhe për ta lënë vendin me vetëm një parti në pushtet dhe me opozita të emëruara nga partia në pushtet, ky plan famkeq dhe i zi tani më ka vdekur. Dhe për hir të vërtetës kjo është edhe fal vendosjes, përkushtimit dhe një betejë të jashtëzakonshme që ka kryer sot lideri i opozitës Sali Berisha, nesër kryeministri Berisha. Është një betejë tani më e fituar, jo vetëm me Sali Berishës, po e të gjithëve ne. Ju kujtoj se sa emisione janë bërë për të na thënë se ishim anti-amerikan dhe dinin spionat e sigurimit nga studio në studio dhe hiqeshin pro-amerikan ata që natën ndronin me figurat e KGB-s, ndërkohë që qytetarë demokrat të cilët ishin persekutuar nga regjimi i Enver Hoxhës, nga regjimet staliniste, ato ishin të shpallur tani më anti-amerikan nga pushteti më anti-amerikan që ka njohur ndonjëherë bota moderne, bota perëndimore, që është pushteti i Edi Ramës. Një pushtet i cili në thelb godet atë çfarë Amerika përfaqëson: lirinë e fjalës, lirinë e shprehjes, demokracinë, votën. Këto godet regjimi i Edi Ramës. Pra, në gjithë këto vite, të gjithë ata qytetarë të cilët mund të jenë gënjur, sot kemi marrë përgjigjen përfundimtare, jo nga Sali Berisha, jo nga Partia Demokratike, jo nga aktor politik të vendit tonë, por kemi marrë përgjigje nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Non grata është politike, non grata ka rënë, Sali Berisha mund të ikë në Amerikë kur t'i teket. Po, që në kryet herës faktikisht është thënë që non grata është instrument politik, por për t'ju rikthyer pyetjes së parë edhe një herë, si Jo, non grata në kryet të herës është thënë që është bërë për shkak se ka kërcënuar demokracinë Sali Berisha, për shkak se është i korruptuar Sali Berisha. Tani jemi të qartë që non grata është bërë për interesa politike, që Edi Rama të rrinë në pushtet dhe që të ekzekutohet pluralizmi në Shqipëri. Për këtë është bërë. Tani beteja i fillon Edi Ramës për gjitha krimet që ka bërë, nga veshja si grua e Bilalit,
e deri tek marrëdhëniet dhe marrëveshjet e tij personale dhe direkte me Migonigalin. E kuptoj. Në cilësinë e sekretarit organizativ, zoti Balliu, në kryeqytet, që betejë është e fortë midis subjekteve politike, si mendon se ndikon ky lajm dhe në krahun tjetër, si e ke parë fushatën? Është e tensionuar, është më e qetë se herët e tjera? Fushata tensionohet nga krimi organizuar që përfaqëson sot Edi Rama. Fushata ka qenë jashtëzakonshme për sa i përket Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Kemi shkuar der në der, edhe tani pas kësaj interviste do të jem direkte në zonën e Astirit, ku do takojmë me qindra me mijëra qytetar. Do të jemi fushata ka qenë me një program konkret. Qytetarët sot kanë një alternativë konkrete përballë tallavasë së Edi Ramës, përballë mashtrimeve të Edi Ramës. Ai po mundohet të bëjë gjithçka, mjafton të shikoni këtë Giro d'Italia që ka bllokuar gjithë Tiranën vetëm dhe vetëm për të vështirësuar takimet dhe kontaktet me njerëzit sot. Është i vetmi vend në botë që e bën Giro d'Italia në 3 ditët e zgjedhjeve, madje edhe ditën e zgjedhjeve ka rrugë të bllokuara për shkak të Giro d'Italia që e ka sjellur Edi Rama dhe pretendon që me këtë do mundohet të pengojë qytetarët të shkojnë të votojnë. Fakti mbetet që ky është një njeri i mbaruar, një pushtet i mbaruar, është pushtet i skaduar. Tani këtij pushtetit të skaduar do t'i duhet të përballet me krimet që ka bërë. Dhe personalisht Edi Rama do duhet përballet me shumë krime që kanë bërë, as të vetët nuk duan ta shohin më, as të vetët nuk i besojnë më. Është një njeri i vetmuar, i cili ka mbetur me disa nga ato mbetje të politikës mund quhen sot si Lubi Balluku apo ndonjë tjetër, se pjesën më të madhe e ka atje ku e ka në vendin, dhe tani edhe ky, si gjithë tjerët, është në radhë. Por ky ka një problem thelbësor. Ky nuk është në radhë për burgjet e Shqipërisë. Ky është në radhë dhe për burgje në vende të tjera, sepse krimet e tij nuk njohin limit, qoftë në Shqipëri dhe deri në Amerikë. E qartë, zoti Balliu, faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit juve.